do të flasim për ngjarjen e rëndë që ka tronditur jo vetëm qytetin e Durrësit, por të gjithë vendin, ku 2 fëmijë të mjetur u vranë ditën e djeshme në mes të ditës duke luajtur në trotuar. Një makinë mori përpara, autori është arrestuar, një tjetër fëmijë, pra i treti, është i plagosur në spital fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Të lënduar mbetën edhe 2 qytetare, pra të afërmeve të fëmijëve që ishin duke i ruajtur, teksa po luanin për fat keq pra në trotuar. Një ngjarje që ka shkaktuar, si u thash edhe pak më lart, reagime të shumta. Fajtori duket se është edhe përtej autorit të ngjarjes. Megjithatë, për situatën ku kemi britur do të zhvillojmë një bisedë me avokatin, mikun e emisionit ton, Eduard Mullaraj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit juve. Avokat, një ngjarje e rëndë, por duket sikur nuk ka vetëm një autor. Ngjarja e djeshme është një nga ngjarjet që është paralajmëruar kohë përpara, mbasi ky person qarkullonte në këto rrugë me shpejtësi të madhe vazhdimisht dhe i është hequr 2 herë patenta për përdorim të alkoolit ose të lëndë të tjera narkotike. Ky shtetas në këtë rrugë dhe faji kryesor është i policisë, por themi që ngjarja. Ngjarja jo vetëm ka tronditur qytetin e Durrësit, por ka tronditur të gjithë vendin. Pse? Se është humbja e jetës të 2 angjëve të vegjël, të cilët ku mund të lozin ndryshe përveç në trotuar, pasi ne nuk kemi, na mungojnë këndët e lojrave, na mungojnë qendrat sportive që duhet të jenë të shumta në lagje. Janë kuptuar hapësirat e gjelbërta shumë. Por janë eliminuar fare. Pa llogaritur këtu pjesën tjetër pasaj të mbrojtjes të këtyre trotuareve nga bashkia me anë të karrexhatave që vendosen në trotuar. Fëmijët e vegjël të cilët duan të kalojnë dhe ata atë kohën e tyre të çmuar për të lozur me njëri tjetrin dhe për të futur në atë botën e tyre si fëmijë, ja u prehu në mes një terrorist, do thosha, i cili nuk mund të quhet drejtues mjeti. Nuk mund të quhet drejtues mjeti sepse mënyra e drejtimit të mjetit në atë vend është jo vetëm e ndaluar, sepse zonë e banuar dhe duhet ecësh me shpejtësi të kontrolluar me 60 ose me 40 km/h, por është një rrugë e cila duhet të kishte tabela sinjalizuese. Këta fëmijë të mitur të cilët u prenë në mes nga ky terrorist është një këmban alarmi për të gjithë institucionet shtetërore tona. Duke filluar nga njësia administrative më e vogël që është në lagjen e Këndetës dhe duke mbaruar pastaj te kryeministria. Pse e them këtë? E them këtë sepse të gjithë në momentin që ndodh ngjarja, të gjithë e përdorin për qëllime politike ose për sensibilizim, por askush nuk merr masat për të ngjarje mjaft të rëndë. Nuk merr masat do thotë që në atë moment duhet të mblidhej qoftë këshilli bashkiak, qoftë njësia administrative, për të parë dhe për të analizuar pse ndodhi ngjarja. Kjo ngjarje ka qenë kjo avokat me shkarkimet, sepse sot në mëngjes u pezullua gjithë zinxhiri komandues në Durrës nga drejtori i policisë vendore i përgjithshëm deri tek ai rrugores në drejtore e tjera. Pra, zgjidhet kjo me këtë? Shiko, masat që merr shteti, masat administrative janë njëra nga ato dërime, do të thosha, të cilat e shkondin sa të pak policinë. Por korrupsioni vazhdon të jetë shumë i lartë në radhë të policisë. Pse them duhet është i lartë? Sepse ky person i cili 2 herë është ndaluar, 2 herë ka marrë mas për heqje patente dhe 2 herë është rimar patenta, do thotë që ky
ka një korupcion brenda organeve të policisë, të cilat i ka dhënë patetën. Këtij shtetasi i cili ka qenë i padenj për ta drejtuar mjetin, sepse ky është i përdorues periodik i përdorimit të lëndëve narkotike dhe pijeve alkolike. Do thosha shkundja e shtetit, sepse po ta marrë si prit, do thosha është mbyllja e derës. Mbyllja e derës të humbi 2 fëmijë të vegjël që me zi rrit familja, të marrë jetën një person i cili hypë trotuar, kjo është një veprim jo vandal e skandalos, por ky është për dhënë ulërimën, sepse nuk ka ku të lozi fëmija. Të gjitha ja kanë privuar fëmijës vogël për të lozur, për të futur në botën e tij dhe për të argëtuar. Nuk ka kënde lojrash. Dhe duke mos patur kënde lojrash, ata detyrojnë të lozin në trotuare. Dhe trotuare janë bërë mjaft të rrezikshme sot. Janë bërë mjaft të rrezikshme sepse përveç mjeteve motorike që po hypin, të kubikëve të lartë që po hypin në këto trotuare, ne shohim dhe shumë mjete të tjera, qofshin motorike me kubik vogël, që hypin në trotuare, siç janë edhe bicikletat. Pra, trotuari është për të lëvizur këmbësori, nuk është për të lëvizur asnjë lloj mjeti tjetër.